Kjo është shtëpia 4 katëshe në rrugën A në Prishtinë, themelet e së cilës kanë filluar të shemben tash e një kohë. Ndërkaq sot, pronari i shtëpisë, pavarësisht rrezikut që paraqet kjo gjendje, ka qëndruar brenda saj për disa orë, pasi që pretendon se nuk i është garantuar kompenzimi për shtëpinë. Në vendin e ngjarjes po ashtu ka qenë edhe policia, zjarfiksit dhe ka pasur edhe përforcime të shtuara policore, e të cilët pas negociatave me pronarin e kanë bindur që të shkojnë në stacion policor për dhënë një deklaratë. Ndërkaq tash në vendin e ngjarjes, siç po shihet, përveç disa shiritave parandalues, nuk ka asnjë mas tjetër të sigurisë. Kallzo.com raportoi të hënën më 20 korrik për gjendjen e kësaj shtëpie në kryeqytet, i cila rrezikon të shembet pasi themelet e saj kanë lëvizur dhe objekti është anuar. Pronarja ka deklaruar se familja është përballur me këtë rrezik që nga viti 2025, kur u detyruan ta braktisnin shtëpinë pas dëmtimeve të para, të cilat familja i lidh me punimet në rrugën A. Ndërkohë, nga Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca, kanë bërë të ditur se familja është evakuar, është strehuar me qira të paguar nga komuna dhe se në objekt janë vendosur masa mbrojtëse.